Dyert e burgjeve në të gjithë Shqipërinë janë hapur sot për të gjithë ata persona të cilët kanë fituar lirinë fal amnistisë. Janë në total 731 të burgosur që kanë përfituar nga amnistia iniciuar nga Ministria e Drejtësisë, ashtu sikur ishte parashikuar në aktin e miratuar nga Parlamenti në fund të dhjetorit të shkuar. Zbatimi do të bëhej të shtunën e 14 janarit. 117 persona kanë përfituar lirinë edhe në burgun e Shënkollit, persona të cilët kanë qenë dënuar kryesisht për armbajtje pa leje, për lëndë narkotike si dhe për plagosje. Familjarët e tyre kanë pritur të afërmit me orë të tëra pranë dyrëve të burgut, dikush babain, dikush djalin, vëllain ose edhe xhaxhain. Ata shprehen mjaft të emocionuar për daljen e familjarëve të tyre nga burgu. Për djalin, tash në muj, është dënuar për armbajtje pa leje. Jam shumë e lumtur që po m'del djali sot. Si ke emrin? Selma. E çfarë po bën ti këtu te burgu? Me bababin. Del babi sot? Po. E je shumë e lumtur ti që del babi? Po. Të burgosurit kur kanë lënë qelin dhe kanë dalë jashtë dyrëve të saj, janë shprehur mjaft të lumtur për lirinë e fituar. Kam këto 10 thata. 14 kam fitu 9 muaj. Faleminderit për jush, faleminderit për tanëve. Respekt për këtë komandës. Më dënu vjetë për unë arbaleje, 7 vjetë. Gati 7 kam bo. Gjë kaqë. Unë s'kam në gjapa bo. Si mas ti kryetari shtetit si kemi sot, kjo edhe mës me bo gjata, thot s'ke në gjapa bo. 3.4. Po këtë e letë, ma ka bo 30. Dhe punë 4 mosh. Për një picaku. Unë dënuar për shkeljet e rregullave të dritës. Jem dënuar 8 muaj. Pata ngel në 7 muaj në ditë. Çam Lasani. Unë për narkotike. 3.4. Një vit mbetur. Janë liruar kryesisht ata persona të cilëve u kishte mbetur edhe pak kohë të qëndronin në burg, ose ata persona që janë dënuar për krime të lehta.